Trump do të dëbojë 1 milion emigrant. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po negociojnë me disa vende për deportimin e tyre, mes tyre dhe Kosova. Presidenti amerikan Donald Trump ka në plan të dëbojë 1 milion emigrant brenda vitit 2025, sipas një raportimi nga Washington Post që citon burime federale të njohura nga planet e kreut të shtëpisë së bardhë. Ky objekt do të përbënte një rritje të jashtëzakonshme krahasuar me nivelet e mëparshme të dëbimeve. Rekordi aktual mbahet nga administrata e Barack Obamas, ku rreth 400.000 emigrantë u dëbuan brenda një viti. Trump dhe ekipi i tij synojnë ta përmbushin këtë plan ambicioz që në vitin e parë të mandatit të tij të dytë, pasi pati premtuar këtë gjatë fushatës së zgjedhjeve presidenciale. Këshilltari i tij i ngushtë, Stephen Miller, po bashkëpunon çdo ditë me zyrtar të Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe agjenci të tjera për të përgatitur infrastrukturën ligjore dhe logjistike të nevojshme për këtë operacion të gjerë.